Welcome to the weekly press briefing Mirë se of the vini në Kosovo informimin e Special javor të Assignment dhomave specializuara të where we aim Kosovës, to provide journalists ku synojmë të updates ofrojmë on the latest gazetarëve informacion të developments përditësuar mbi and zhvillimet the e fundit në opportunity to ask gjykatë dhe questions. mundësinë për të bërë pyetje. In the case of Hashim Në Thaçi, çështjen e Hashim Bashkim Thaçit, Smakaj, Bashkim Fadil Smakajt, Fazliut, Fadil Yasni Fazliut, Kilajt, Yasni and Kilajt dhe Hayredin Hayredin Kushit në lidhje me concerning pretendimet për ndikim të allegations paligjshëm ndaj dëshmitarëve, witnesses. më 3 shkurt The trial judge 2026, ordered gjykatësi i continued çështjes detention of Hashim urdhëroi Thaçi shvedhimin e paraburgimit, vazhdimin e paraburgimit të Hashim 2026. Thaçit. The judge found that there Gjykatësi remains konstatoi se vazhdon të ekzistojë rreziku real se zoti Thaçi mund të pengojë procesin e dhomave të specializuara dhe të kryej vepra të tjera penale. The judge accepted Gjykatësi pranoi se rreziku i pengimit të drejtësisë është më i ulët krahasuar me rishikimet e mëparshme të paraburgimit, closure of the duke pasur parasysh përfundimin e paraqitjes së provave në gjykimin e zotit Thaçi për krime lufte dhe faktin se prokuroria kërkon të mbështetet pothuajse ekskluzivisht në prova shkresore në gjykimin e zotit Thaçi në lidhje me akuzat për ndikim të paligjshëm ndaj dëshmitarëve. However, the Sidoqoftë, gjykatësi vlerësoi se vazhdon të jetë i pranishëm një rrezik real, mbështetur në dyshimin e bazuar për përpjekje të gjëra të zotit Thaçi për të penguar procesin në gjykimin e tij për krime lufte dhe në pretendimin se pjesë e këtyre përpjekjeve ishte kërkimi i bashkëpunimit prej dhe dhënia udhëzimeve individëve që janë të lirë në Kosovë. Gjykatësi mori parasysh gjithashtu mundësinë aktuale që individët e caktuar mund të thirren si dëshmitar të mbrojtjes në gjykimin e arshëm të zotit Thaçi, identitetet të cilëve nuk janë të ditura dhe mund të jenë objekt i ndikimit. the trial judge also found Gjykatësi i çështjes konstatoi gjithashtu se asnjë kusht jashtë paraburgimit nuk mund të zvoglonte mjaftueshëm rreziqet e pengimit të procesit dhe vuri në dukje se masat në fuqi në objektin e paraburgimit të dhomave të specializuara zvogloi ndjeshëm mundësinë e ndikimit në mënyrë të drejtë për drejtë ose të tërthort të zotit Thaçi ndaj dëshmitarëve. finally Së fundi, gjykatësi gjykoi se periudha e paraburgimit vazhdon të jetë e arsyeshme dhe proporcionale dhe thekson se paraburgimi do të rishikohet rregullisht çdo 2 muaj. in the same case on the 29th Në të njëjtën çështje, më 29 janar, gjykatësi i çështjes përcaktoi protokollin dhe afatet për kundërshtimet që palët mund të dëshirojnë të paraqesin ndaj saksisë së transkripteve të vizitave që janë për zotin Thaçi në paraburgim. Kjo lidhet me transkripte që janë pjesë e provave të propozuara nga prokuroria në këtë çështje, ku pretendohet se zoti Thaçi dha udhëzime për ndikim tek dëshmitarët. all of the accused in this case Të gjithë akuzuarit në këtë çështje u vetë deklaruan të pafajshëm. in a separate decision on the Në një vendim tjetër, më 29 janar, gjykatësi i çështjes bëri konstatim gjyqësor të një fakti të shqyrtuar në procese të tjera në lidhje me atmosferën e vazhdueshme të frikësimit të dëshmitarëve në Kosovë. Rregulloria përcakton se, në interes të gjykimit të drejtë dhe të shpejtë, gjykatësit në një çështje mund të mbështeten në faktet konstatuar në çështje të tjera në dhomat e specializuara dhe në gjykata të tjera të Kosovës. Gjykatësi u mbështet në faktin se, citoj, ekziston një atmosferë vazhdueshme frikësimi të dëshmitarëve në Kosovë, në veçanti në lidhje me hetimet, ndjekim penale të krimeve që u atribuohen ish-anëtarëve të UÇK-s. Mbyllet citimi. Në vendimin e tij, gjykatësi i çështjes citoi konstatimet pranuara në 3 çështje të tjera, përfshirë një çështje ku dhanë dëshmi një ekspert i mbrojtjes së dëshmitarëve dhe një punonjës i mbrojtjes së dëshmitarëve dhe 2 gjykimeve në të cilat ky fakt u vërtetua pasuar në dëshmitë e disa dëshmitarëve të cilët përshkruan përvojat e tyre personale të frikësimit të dëshmitarëve. in the case of the specialist Në çështjen prokurori specializuar kundër Pjetër Shalës, më 29 janar, paneli i gjykatës së apelit lëshoi vendimin e parë të dhomave të specializuara të Kosovës mbi një apel kundër një urdhri për shëndetëm. redacted version of Versioni i redaktuar publik mund të gjendet në faqen e internetit të DSK-s. the appeals panel affirmed the Paneli i apelit konfirmoi urdhrin për shëndetëm të lëshuar nga trupi gjykues kundër zotit Shala, pas shpalljes së tij fajtor për krimet e luftës të ndalimit arbitrar, torturës dhe vrasjes së paligjshme. participated in the proceeding.
Në tërësi, 8 viktima morën pjesë në proces dhe kërkuan shëndrim. Më 29 nëntor 2024, trupi gjykues urdhëroi zotin Shala të paguajë shumën prej 208.000 euro si kompensim për dëmin fizik, mendor dhe material që pësuan viktimat pjesëmarrëse. Në gjykimin e Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit, kujtojmë se deklaratat përmbyllëse janë planifikuar të paraqiten javën e ardhshme, nga data 9 deri më 13 shkurt dhe më 16 dhe 18 shkurt. Seancat janë planifikuar të fillojnë në orën 9 dhe të përfundojnë në orën 4:30 në pasdite dhe mund të përcjellen përmes internetit në 3 gjuhët e gjykatës, shqip, anglisht dhe serbisht, përmes transmetimit në faqen e internetit të KSC-s me 45 minuta vonesë. Rendi i ditës për deklaratat përmbyllëse është i bazuar në vlerësimet aktuale dhe mund të ndryshojë, për shembull nëse një palë ka nevojë për më pak kohë se ç'mendohej. Për shkak të interesit të madh për të marrë pjesë në seancat e këtyre ditëve, siç është bërë ditur më parë, pararegjistrimi ishte kusht për pjesëmarrje në seanca nga galeria për publiku në ndërtesën e gjykatës në Hag. Afati i pararegjistrimit ka përfunduar dhe pararegjistrimi nuk është më i mundur. Konfirmimet në lidhje me pararegjistrimet do të dërgohen deri nesër, më 6 shkurt. Nuk kërkohet pararegjistrim për të përcjellë seancat përmes transmetimit në internet. Gjatë deklaratave përmbyllëse, prokuroria dhe mbrojtja do të paraqesin përmbledhjet e argumenteve të tyre. Mbrojtja e viktimave do të flasë për ndikimin që krimet e pretenduara kanë pasur ndaj viktimave. Pas kësaj, trupi gjykues do të fillojë kuvendimet konfidenciale. Gjykatësit do të vlerësojnë me kujdes besueshmërinë e dëshmitarëve, mbështetshmërinë dhe peshën e dëshmive të dëshmitarëve dhe të secilës provë. Të akuzuarit prezumohen të pafajshëm derisa prokuroria nuk vërteton pafajësinë e tyre jashtë dyshimit të arsyeshëm.